Përshëndetje nxënës. Për sot për ju kam zgjedhur mësimin mësimore, cilindri, vëllimi dhe siprina. Mësimi gjendet në librin e klasës së 9. Cilindri pra është një trup gjeometrik. Prerjet rrethore përgjatë të gjatësisë së cilindrit janë të barabarta. Në vërtetim është paraqitur cilindri me bazë rreth. Pra baza e cilindrit është rreth. Cilindri pra është trup gjeometrik me bazë rreth. Formula për njësimin e vëllimit të cilindrit është vëllimi i cilindrit është i barabartë me siprinën e prerjes rrethore herë gjatësisë, ose vëllimi është i barabartë me baza herë lartësia. Ja të marrim një shembull të njësojmë vëllimin e cilindrit të dhënë. Zgjedhim të rambulloksojmë në dy shifra të rëndësishme. Ja është dhënë një cilindër i cili e ka lartësinë 7 cm, ndërsa rrezën 10 cm. Prerja rrethore e cilindrit është rreth. Siprina e rrethit ne e dimë se është r në katror pi. Pra baza është rreth, pra baza e rrethit, ne tham pak para se siprina e rrethit është r në katror pi, pra edhe baza është r në katror pi, ose pi herë r në katror. Nëse lartësia është 7 cm, rrezja është 10, rrezja e bazës është 10 cm. Pra vëllimi ishte baza herë lartësia. Në vend të bazës zëvendësojmë pi herë r në katror. Në baza ishte pi herë r në katror, dhe në vend të lartësisë shkruajmë h. Tash pi ne shkruajmë pi herë 10 në katror. Në vend të rrezës shkruajmë 10, në vend të h shkruajmë 7. Zëvendësojmë në formulë. Prandaj 10 në katror 100 herë 7, 700 herë 3 + 14. Shfrytëzojmë me pi në kalkulator dhe gjejmë 21. Pia pra është njësuar me kalkulator. 2199 presi 14835. Tash këtë zgjedhje e rrumbullaksojmë në dy shifra të rëndësishme. Pra 2199 bëhet 2200 cm3 njësi. Tani shqyrtojmë procedurën e njësimit të siprinës së cilindrit. Në njëjtën mënyrë marrim një cilindër me rreze dhe lartësi të caktuar. Pra cilindri në fjalë ka rrezen r dhe lartësinë h. Cilindri është i përbërë prej dy bazave dhe mbështjellësit ose murit ansor, që është sipërfaqe e lakuar të cilindrit. Kuptohet. Pra siprina është dy baza që i ka rreth, bazën poshtë dhe lartë, dhe mbështjellësi o muri ansor, ose mbështjellësin e quajmë. Siprina e bazës është pi herë r në katror. Tash, për njësimin e siprinës së murit ansor të piramidës së cilindrit e marrim si një kanaçe dhe e shpalojmë mbështjellësin ansor duke shtrirë në rafsh. Ja pra. E shpalojmë muret ansorë të cilindrit. Kur shpalohet muri ansor i cilindrit fitohet një drejtkëndësh. Drejtkëndësi i cili ka lartësinë h dhe perimetrin e bazës
Pra perimetrin e dim se formula për njësimin e perimetrit të rrethit është 2r pi, edhe tash lartësinë e dim h, perimetrin i vjes rrethore është 2r pi, prandaj siprina e drejtkonçit është siprina e kësaj figurës këtu në rastin tonë konkret është gjatësia herë gjerësia, domethënë gjatësia ishte perimetri herë lartësia, shumëzojmë të dy palët 2r pi herë h dhe gjetëm perimetrin e mbështjellësit së cilindrit. Tani bazën e dim se siprina e cilindrit është 2 baza plus mbështjellësi. Bazën e dim se është rreth. Formula për njësimin e rrethit ne dim se është r në katror pi. Edhe mbështjellësi këtu poshtë gjetëm sa ishte. Pra mbështjellësi 2r pi herë h. Tash i zëvendësojmë të formula e siprinës edhe bazën edhe mbështjellësin. Siprina pra barazi në vend të 2 bazës shkruajmë 2r në katror pi plus në vend të mos shkruajmë 2r pi herë h. 2r pi herë h. Pra formula për njësimin e siprinës së cilindrit njësohet me këtë formulë 2r në katror pi plus 2r pi h. E rregullojmë këtë formulë, si duket se dyshin r-ja dhe p-ja janë faktor, e hasim edhe të antari parë dhe të antari dytë, nxjerrim si faktor të përbashkët para klapave. 2r pi dhe sa brenda në klapat ka ngel r plus një r këtu ka ngel edhe një h këtu ka ngel r plus h. Kjo quhet edhe formula për njësimin e siprinës së cilindrit. Tash me anë të shembujve do të bëjmë disa detyra. Njëso siprinën e cilindrit të dhënë, zgjedhjen e rrëmullakojmë në 3 shifra të rëndësishme. Është dhënë cilindri me rreze 5 cm dhe lartësi 8 cm. Tash siprinën e njërës bazë është r në katror pi, pi r në katror. Zëvendësojmë, shohim se rrezja është 5 në katror herë pi, 25 herë pi me kalkulator, 78, rresje 5398. Tash rrëmullojmë zgjidhjen. Pra siprina e bazës do jetë 78 rresje 5398. Tash mbështjellësin e cilindrit ose siprinën e murit ansor 2r pi herë h, nga 2 herë pi herë në vend të rrezës shumë 5, në vend të h shumë zëvendësojmë 8 herë 5 40, 40 herë 2 80 herë 3 presë 4000, 251 presë 3278. Siprina ose mbështjellësi ose siprina e murit ansor që nga 251 presë 3278. Tani siprinën e përgjithshme duke i mbledhur siprinën e bazave dhe të mbështjellësit, 2 baza ka 78 presë 5398, 78 presë 5398 plus 78 plus 5398 plus mbështjellësi 251 presë 3274. I mbledhëm këto të tryat edhe e njësojmë duke rrëmbullosur në 3 shifra të rëndësishme. Pra rezultati definitiv është 408 cm në katror, se duhet fjalë për siprinë, prandaj cm në katror. Kur ishte për vëllimin cm në kubë. Mirë. Tash detyra të zgjidhja e detyrave në vijim i rrëmullosojnë në 3 shifra të rëndësishme, aty ku është të mëdhenj. Si që e pranë të detyrat paraprake. Detyra e keni në faqe 252, detyra 3 dhe detyra 4. Ja si duke në librin e matematikës për klasën e 9, që detyra 3 e paraqitur në këtë mënyrë në libër, njëso vëllimin e cilindrave
njësoj vëllimin e cilindrave të dhëna, pra kur është dhënë rrezja dhe lartësia, kur është dhënë diametri dhe lartësia, këtu te detyra në B, diametri është 12 mm, ne do ta marrim se në formulë kërkohet rrezja, është sa gjysma e diametrit 6 mm. Edhe detyra në C, 7 metra në lartësia, ndërsa rrezja 1/5 metra. Pra njësojmë vëllimin. E detyra e 4 të e njëjta detyra, por të njësojmë siprinën e cilindrave të detyrës 3. Këtu të detyra 3 i njësuam vëllimet, e të këne 3 cilindrave të detyra 4 do të njësojmë siprinat e këtyre 3 cilindrave si që i punuam në detyrat paraprake. Kjo ishte mësimi për sot. Ju falenderit.